Momente paniku është regjistruar në Filipine. Një tërmet me magnitudë 7.8 ball ra të hënën në mëngjes pranë një qyteti me 720.000 banor në jug të vendit. Të paktën 15 persona u vranë dhe mbi 200 të tjerë u plagosën. Disa ndërtesa u shembën dhe u lëshuan paralajmërime për tsunami si për Filipinet, ashtu edhe për vendet përreth. Epiqendra ishte e vendosur në ishullin e dytë më të madh në arkipelag, vetëm 10 kilometra i thellë, që do të thotë se vala goditse u ndje jashtëzakonisht e dhunshme. Tërmeti fillestar u pasua nga lëkundje të shumta pasuese, disa me magnitudë mbi 6 ball. Qendra e paralajmërimit për tsunam në paqësor tha se kërcënimi i tsunamit kishte kaluar kryesisht rreth 5 orë pasi tërmeti goditi rajonin jugor të ishullit Mindanao. Nuk pati raportime për dëme ose viktima nga tsunami, tha Teresito Bacolcol, drejtor i Institutit Filipinas të Vulkanologjisë dhe Sismologjisë. Është një tërmet i madh dhe presim dëme. Nga imazhet, video që kemi parë, duket sikur ka tashmë disa ndërtesa të dëmtuara, tha Bacolcol për Associated Press. Tërmeti më i fortë që ka goditur Filipinet këtë vit e kishte epicendrën në det, në një thellësi prej 33 kilometrash, rreth 32 kilometra në jug-perëndim të qytetit Masim. Në tetor të vitit 2025, një tërmet me magnitudë 7.4 goditi Filipinet jugore.